A e dini se çka ndodhur sot gjatë kampionatit evropian të mundjes në Bratislav të Slovakisë? Kampionati evropian është një prej eventeve të rëndësishme, ndoshta më të rëndësishme europiane, bëhet fjalë pra për mundjen, por kur një mundës shqiptar, një mundës që mbulon ose që mbron ngjyrat kuqezi, pavarësisht se është me origjinë nga zona e Osetisë, pra nga një republikë e Rusisë, e Federatës Ruse, pavarësisht se ai ka një kohë jo shumë të gjatë që garon për Shqipërinë, i ka sjell Shqipërisë medaljen e artë. Çermen Valiev është një prej mundësve i cili ka rikonfirmuar një moment shumë të rëndësishëm ose një arritje shumë të rëndësishme për Shqipërinë në kampionatin e mundjes. Më parë ishin dy mundës tjerë, po me origjinë të republikave ruse, të cilët morën medalje, pra Valievive dhe Dudaevi, të cilët morën medalje për Shqipërinë në lojrat olimpike të Francës. Po çfarë ka ndodhur? Ndërkohë që Çermen Valiev ka fituar medaljen e artë në Europianin e Bratislavës, zëvendës presidenti i Federatës Europiane të Mundjes, emrin e kam këtu tani se s'doja mbaj, një rus, dhe njëkohësisht presidenti i Federatës Ruse të Mundjes, në momentin që ka vendosur medaljen, ka kryer një gest të pa imagjinueshëm dhe të pa shembull, absolutisht pa shembull. A e dini çfarë ka ndodhur? Shiheni pak të video. Video dëshmon momentin kur zëvendës presidenti i Federatës Botërore të Mundjes dhe presidenti i Federatës Ruse i ka vendosur në qafë medaljen e artë kampionit shqiptar, Valiev. Ja ka vendosur duke bërë një gest që tregonte domethënë mungesë dëshire, madje për çmimi, gati agresion ndaj tij, dhe njëkohësisht ka deklaruar ose i ka thënë atij, siç thotë në të gjitha mediat që qarkullojnë, fjalën tradhtar. Ai referohet faktit që Valiev nuk është me origjinë shqiptare, pra nuk është i lindur në Shqipëri, nuk vjen nga një familje shqiptare, por është i lindur nga një republikë e Federatës Ruse, nga Osetia, dhe njëkohësisht mund garonte ose fillimet e tij ka pasur për ngjyrat ruse. Në fakt, lajmi është bërë viral, atë mund ta gjesh në të gjitha mediat, ka pasur reagime, Komiteti Olimpik Shqiptar është duke reaguar dhe duke kërkuar shpjegim nga Federata Botërore dhe ajo Europiane e Mundjes. E gjithë ngjarja ka qenë live përpara syve të gjithë dhe për këtë arsye i vendosa edhe ato 15-16 sekonda të incidentit, po e quaj kështu, por deri tani nuk kemi ndonjë reagim. Problemi i parë është që kjo sjellje e zëvendës presidentit Federatës Botërore të Mundjes dhe presidentit të Mundjes Rusisë është skandaloze. Është skandaloze, sepse sot në një botë krejtësisht ndryshe, garimi është një drejtë individuale çdo personi. Është e drejta e tij të zgjedhë se për kë do të garoj. Natyrisht që unë jam një prej atyre që nuk ka ardhur as pak mirë që sportistë të rëndësishëm shqiptar kanë garuar për Greqinë, kanë mbrojtur ngjyrat greke, kanë marrë medalje në emër të shtetit grek. Unë kam qenë kundër sjelljes tyre. Natyrisht kam qenë kundër në aspektin emocional dhe moral të gjës, por në fundit kjo ka qenë e drejta e tyre dhe unë i kam paragjykuar dot. Unë kam thënë që nëse do të kishte ndodhur një gjë ngjashme, unë vetë, pra po të kisha qenë në vend tyre, do kisha vepruar ndryshe. Por ata kanë bërë zgjedhjen e tyre. Ndërkohë, ky nuk është një fenomen i ri. Ky nuk është një fenomen që e ka vetëm Shqipëria. Shqipëria ka 3 sportistë, të cilët së fundmi janë ndër sportistët po ju bëj një biografi të shkurtër për t'i treguar sepse nga vinë dhe çfarë janë. Pra Shqipëria ka pasur 3 mundës: Abakarovin, Dudaevin dhe Valievin. Të 3 janë me origjinë nga republikat ruse dhe të 3 kanë zgjedhur të garojnë për Shqipërinë. 2 prej tyre morën medaljet e para olimpike të Shqipërisë në Paris. Njëri prej tyre, pra Çermen Valiev, ka lindur në vitin 1998 në Osetin Veriore, dhe që është një prej republikave nën Federatën Ruse. Ai ka qenë pjesë e kampionatit kombëtar rus deri dhe ka përfaqësuar Rusin deri në under 23, pra nën 23 vjeç. Më pasi është bashkuar Shqipërisë në vitin 1924
dhe mori medaljen e bronz në lojrat olimpike të Parisit në 2024. I dyti është Islam Dudaev, I cili po ashtu ka lindur në vitin 95, është pak më I madh se sa Valievi. Ai ka lindur në Çeçeni, pra është çeçen me origjinë, ka garuar në kampionatet ruse dhe më pas I është bashkuar Shqipërisë në vitin 1924. Edhe Dudaevi ka qenë kampion evropian, pra ka marrë pjesë në kampionatin evropian të Rumanisë kur është bashkuar për herë të parë Shqipërisë, edhe ai ka marrë medalje në mundje. Njëkohësisht I fundit është Zelimkhan Abakarov, I cili ka lindur 1993 dhe që ka garuar disa herë, ka pasur garime për Rusinë, më pas është bashkuar Shqipërisë që prej vitit 1922 dhe ka qenë, edhe madje ai duket se ka qenë edhe promotori për t'i bashkuar dhe dy tjerët, është bashkuar Shqipërisë ku ka marrë edhe një çmim në kampionatin botëror të mundjes që mbajt në vitin 2022 në Bukuresht. Të tre këta janë mundësa të cilët janë bashkuar Shqipërisë duke mos pasur një origjinë shqiptare. Po a është e drejtë kjo? Në një botë, po them me rregulla strikte nuk do ishte, por në botën aktuale, në botën reale, kjo është krejtësisht normale. Ekipi kombëtar I Francës përbëhet në pjesën më të madhe të tij nga persona që nuk kanë lindur në Francë, përveç atyre që kanë lindur në Francë dhe kanë origjinë afrikane apo magrebiane, por nuk kanë lindur fare në Francë. Ekipet të tjera të botës përbëhen nga futbollistë që kanë lindur në vende të quajtur të treta dhe që garojnë për ta. Greqia ka kampionin më të rëndësishëm olimpik të historisë saj, ka një djalë shqiptar nga Imara, I cili ka fituar 3 medalje të arta për Greqinë dhe 1 medalje të bronz për Greqinë në 4 olimpiada konsekutive, duke qenë, insistoj dhe njerë, duke qenë se kishte garuar për Shqipërinë, për të rinjt, por edhe për ekipin kombëtar të Shqipërisë në fillim të viteve, në fund viteve 80, fillim viteve 90. Pra në një farë mënyre, ajo që po them është që kjo është një gjë krejtësisht normale. A e dini sa sportistë të tjerë shqiptar, si Agim Xhelili për shembull, si Manjani, Mirela Manjani, të cilët kanë qenë kampion me Shqipërinë, madje Manjani ka qenë flamurmbajtësi e Shqipërisë në një prej lojrave olimpike dhe më pas garoi për Greqinë dhe u bë kampione dhe mori medalje me Greqinë. A e dini se sa të tjerë, shqiptarë të tjerë, kanë garuar në për sport, në për ekipet ndryshme? Kryesisht e Greqia jo që na mori pjesën më të madhe sportistëve, dhe ne kur nuk kemi ushtruar asnjë lloj gjesti me përjashtim tragimeve normale të shoqërisë. Por nuk ka ndodhur kur që një zyrtar shqiptar të ushtrojë një lloj gjesti ndaj tyre. Përkundrazi, ka treguar respekt kryeministri I Shqipërisë për pirodhimën kur ka ardhur në Shqipëri. E ka respektuar atë. Kjo që ka ndodhur sot në Bratislava është skandaloze, është e paturpshme dhe natyrisht presidenti I Rusisë duhet kërkoj falje edhe në emër të vet personal dhe në emër të Federatës Botërore të Mundjes për këtë gjest I cili shkon kundër të gjithë, po e quaj, mënyrës se si sot funksionon sporti botëror.